A lidhet lodhja emocionale me irritimin e shpesht apo me mungesën e durimit? Të dyja janë simptomat e lodhjes emocionale, edhe irritimi edhe mungesa e durimit. Do të thonë, bosh i padurueshëm edhe irritohesh lehtë kur je i ngarkuar emocionalisht, kur je burn out, kur je harxhuar emocionalisht, ti më nuk mon kur gjë, nuk duron më kur gjë. Irritohesh shumë lehtë. Kështu që këto të dyja lidhen ngushtë. Kjo pyetja këtu që po lexoj ta bona dhon kur thash që shpesh e përjetoj, edhe çuditërisht Antigone se kisha vendosur në statistik, ka qenë në përqindje të lartë ky kontekst i kësaj pyetje, ndoshta ai formuluar ndryshe. Pse njerëzit që janë gjithmonë të fortë për të tjerët shpesh lodhen më shumë për vete emocionalisht? Sepse ata harrojnë mu kujdes për veten. Nuk e shohin veten si një person që ka nevojë për veten e vet, po tentojnë nevojën që vetja ka mu kujdes për veten me e projektu të tjerë. Do të thonë, njerëzit që ndihmojnë shumë, janë njerëz që kanë nevojë dikush me ndihmu ata. Dhe këto e projektojnë përmes sjelljes tyre. Ata fillojnë të kujdesen, ndihmojnë tjetrin. Në fakt, aty më shefet nevoja që dikush me ndihmu ata. Heroi jemi na i vetës tonë, kështu që krejt që ka bojnë për tjerët, nuk i shkon keq ka njerë me thëmë muna me bo edhe për vetën. Po, saktësisht, edhe me qitë vetën në prioritet. Gjatë që shumë pak, unë një persona shumë, unë e përfshirë vetën shpesh, e shoh të dytën, të tretën, sidomos prej kur jam banan. Unë tha me krenari, nuk e dja o mira keq, shkenca si e thët apo jo, për mu prioritet janë ata, pastaj nëse ka me të venë edhe për mu është për me të ngushëllu paksar, ma si hesh në listë. Si psikologi. Ma si ko ke treta, mirë, se ke mujnë nësë me konë në listë. Oke, jo, në listë jam. Dikon jam, po ka fundi.